Imagjinoni se është viti 1992. Tani mbyllni syt dhe udhëtoni në kohë, vetëm pak vite përpara. Në një punishte në periferi të një qyteti industrial. Heshtja është e trash, e thyer vetëm nga pikimi i një tubi. Në një koshe, në një plastik gri të mbulluar me pluhur, dallohet një formë e njohur. Duke u afruar me një gisht, dikush pastron kurrizin e një bish fjetur. Aty është, i zbehur por krenar, i njëjti kall me krah. Po nuk gallopon më mbi duna. Tani, dergjet mbi një manual çmontimi të harruar, mbi kapakun e një kutie vesh që askush nuk e përdor. Ulërima është fikur për gjithmonë. Si është e mundur? Si kalohet nga të qenit kampion bote, nga të qenit sinonimi forcës dhe qëndresës në gjysmën e botës, në shtërimin në një fantazm në katalog, në një anekdot nostalgjike. Kjo nuk është historia e një marke që dështoi sepse i bëri gjërat keq. Është historia epike dhe tragjike e një ambicieje të tepruar, një ambicie që lindi, fjalë për fjalë, nga hiri dhe uria. Është kronika e një ëndre industriale që guxoi të ndëronte të fluturonte më lart se kushdo, në një moment kur vendi që e lindi mezi mund të qëndronte në këmbë. Kjo është historia e Pegaso. Dhe gjithçka filloi, si mitet e mëdha, në shkretimin absolut. 1946. Një kalë me krah lind nga gërmadat. Për të kuptuar mrekullinë e Pegasos, së pari duhet të thithni ajrin e kohës së tij. Jemi në Spanjë në vitin 1946. Lufta e dytë botërore ka përfunduar në Evropë, por këtu konflikti i brendshëm përfundoi 7 vjet më parë, duke lënë një plag pafundësisht më të thellë dhe më të afërt. Vendi është një peizazh fizik dhe ekonomik i shkatëruar. Rrugët, urat, shinat e trenit, të shkatëruara ose të braktisura pas viteve të luftumeve. Industria jo ekzistente ose e vjetruar. Izolimi ndërkombëtar është pothuajse absolut. Spanja nuk do të marrë planin Marshall që po rindërton Evropën. Ka uri, triska të racionimit dhe një nevojë të dëshpëruar, të brendshme, për të lvizur gjërat. Për të lvizur materiale për të rindërtuar fshatra, për të lvizur korrjet për të ushqyer qytetet, për të lvizur makinerit për të ngritur fabrika. Dhe për të lvizur të gjithë këtë, nevojiten kamion. Por nuk ka kamion. Ata pak që i mbijetuan luftës janë bërë thërime dhe nuk ka valuta për të importuar mjetet moderne që fillojnë të qarkullojnë në Shtetet e Bashkuara ose në një Evropë që po rindërtohet me shpejtësi të madhe. Në këtë kontekst nevoje ekstreme, lind shpikja. Nevoja nuk është vetëm nëna e shpikjes, është mamia e një giganti. Qeveria, duke kuptuar se sovraniteti kombëtar vartej gjithashtu nga sovraniteti industrial, merr një vendim historik. Nuk do të varet nga bamirësia, as nga kredite huaja për të pasur kamion. Spanja do të prodhojë të vetët. Kështu, me dekret, lind Empresa Nacional de Autocamiones S.A., ENASA. Një emër burokratik, i ftohtë, për një mision të zjarrt. Dhe kjo ndërmarrje ka nevojë për një markë, një simbol që mishëron qëllimin e saj. Nuk mund të ishte një emër me iniciale, as një akronim teknik. Duhej të ishte diçka që t'i fliste shpirtit, që të frymëzonte. Dhe dikush, në një sallë mbledhjesh, shikoi drejt mitologjisë greke dhe gjeti Pegason. Zgjedhja nuk mund të ishte më simbolike, më e guximshme ose më e bukur. Pegaso, kali me krah, lindi nga gjaku i meduzës, një krijesë e dal nga tmeri. Por Pegaso nuk ishte një monster, ishte një qenie fisnike, e pastër, që mbante rrufet e Zeusit dhe që, pasi u zbut nga heroi Belerofonte, i lejoi atij të arrinte arritje të pamundura, të fluturonte deri në Olimp. Çfarë metafore më të mirë për një kompani që linte nga gjaku dhe rënojat e një lufte civile, me misionin për të ngritur një vend nga toka. Kali me krah nuk përfaqësonte vetëm forcë apo shpejtësi, përfaqësonte ambicien për të tejkalluar. Përfaqësonte vullnetin për të shpëtuar nga rëndesa e rrethanave, për të fluturuar mbi mjerimin dhe prapambetjen. Që nga dita e parë, logoja e kalit me krah, e vizatuar me linja të fuqishme dhe dinamike, ishte shumë më tepër se një zbukurim. Ishte një manifest, një deklarat qëllimesh e dendur në qelik. Nuk do të ndërtonim vetëm kamion, do të ndërtonim legjenda mbi rrota. Por çdo manifest ka nevojë për një profet, një vizionar të aftë për t'i dhënë formë një ëndre aq të madhe.
Dhe ai njeri erdhi me një portofol plot me dizajne të Alfa Romeos dhe një mendje që punonte me rrotullime të pamundura. Gjenja e Vilfredo Ricard. Të ndërosh me Ferrari kur mungonte buka. Në krye të projektit teknik të Pegasos, u vendos një njeri që ishte në vetvete një kontradikte e gjallë për Spanjen e vitit 1946. Vilfredo Ricard, një inxhinier katalanas me famë ndërkombëtare, vinte nga drejtimi i zyrave teknike në Alfa Romeo, në Italinë e Mussolinit, ku kishte projektuar motor garazh dhe makina luksoze. Ishte një teknik elit, i mësuar me laboratorët e gjeneratës së fundit, me lidhjet e lehta, me aerodinamikën. Dhe e vënë në krye të një projekti, objektivi i pari të cilit është të prodhoj kamion ngarkese bazë për një vend në Rënoja. Kushdo do ta kishte parë këtë si një hap pas, si një mërgjim profesional. Ricard e pasi një mundësi unike, si një kanavac të bardhë. Filozofia e tij ishte sa e thjesht aq edhe revolucionare dhe u përplas ball për ball me mentalitetin më pragmatik dhe afat shkurtër. Ricard besonte, me një besim pothuajse fetar, se për të ndërtuar kamionët më të mirë të botës, së pari duhej të vërtetojë se ishte i aftë të zotroje inxhinierin më të avancuar dhe kërkuese të botës. Dhe cila ishte ajo inxhinieri në vitet 40? Ajo e automobilave sportiv të luksit të madh, territori i shenjtë i markave si Ferrari, Mercedes-Benz apo Maserati. Ndërsa vendi përpiqej të siguronte miell dhe çimento, Ricard dhe një ekip i vogël inxhinierësh besnik filluan, në fshehtësinë më absolute, një projekt paralel dhe skandaloz, prodhimin e një super makine sportive spanjole. Rezultati, i prezantuar në salonin e automobilit në Paris në vitin 1951, ishte një tronditje për botën. Pegaso Z102. Nuk ishte një kopje, as një përshtatje. Ishte një automobil me një modernitet dërmues. Kishte një motor V8 prej livjeje të lehtë, i projektuar dhe prodhuar tërësisht nga NASA, me 2 boshte gungash në kokë, një teknologji e Formula 1 për kohën. Mund të montonte kompresor, duke arritur më shumë se 300 kuaj fuci, gjë që e bënte makinën e prodhimit më të fuqishme në botë për një kohë. Shasia e saj ishte revolucionare, me frena daule në të 4 anët, një rallësi dhe një vëmendje maniake ndaj detajeve. Karocerit spektakolare u porositeshin karocierëve më të mirë europian, si Touring ose Sauchik. Z102 dhe evolucioni i tij Z103 nuk ishin mjete transporti. Ishin vepra arti mekanike, skulptura në lëvizje që konkuronin drejt për drejt me Ferrarit e Enzos dhe Mercedeset e pasluftës. Dhe këtu vjen gjëja më magjepsëse, u prodhuan vetëm të 16 njësi. Ishte një projekt që nuk do të jepte kurrë përfitime, por e kreu misionin e tij në mënyrë të përsosur. Blerësit e saj ishin shahu i Persis, diktatori dominikan Rafael Leonidas Trujillo, miliarder amerikan dhe aristokrat europian. Mesazhi që Pegaso dhe si rrjedhoi Spanja i dërguan botës ishte i kristallt. Mos na nënvlerësoni. Ne mund të bëjmë atë që bën ju dhe mund ta bëjmë shkëlqyeshëm. Nëse jemi të aftë për këtë, imagjinoni çfarë mund të bëjmë me një kamion. Ricard përdori Z102 si një kartvizit teknike mahnitse. Ishte prova se në punishtet e Barcelonës jo vetëm që vidhoseshin shasi, por mendohej, inovohej, ndërohej madhërishëm. Të ndëroje me Ferrari kur mungonte buka nuk ishte një shpërdorim, ishte një strategji marketingu gjeniale dhe një injeksion krenarje për një komb që kishte nevojë për heronj. Por ndërsa Z102 merrte titujt kryesor, në të njëjtën fabrik, një tjetër bish, shumë më toksore, fillonte të vrumbullonte me një frekuencë që do të ndryshonte faqen e vendit. Vrumbullimat e para. Kamion për të ndërtuar një vend. Ndërsa Z102 shkëlqente në salone, zemra e vërtet e Pegasos rrihte në motorët me benzinë me 6 cilindra në linjë që dinin nga linja e montimit të fabrikës në zona Franca të Barcelonës. Këta ishin kuajt e vërtet të betejës, ata që duhej të përkthenin ëndrrën në realitet të prekshëm. Modelet e para, të njohura thjesht si Pegaso 1, Pegaso 2 dhe Pegaso 3, ishin antiteza e makinës sportive të luksit. Ishin funksionalitet i pastër, qëndrueshmëri dhe sens i shëndosh i bërcelik. Nuk kishte vend për zbukurime. U projektuan me një premisë themelore. Duhej të punonin në një vend ku një punisht e sofistikuar mund të ishte qindra kilometra larg, ku mekanikët mësonin rrugës dhe ku rrugët ishin në rastin më të mirë shtigje dheu dhe guri.
Prandaj, thjeshtësia mekanike ishte një fe. Motorët, ndonse të mdhenj dhe të fuqishëm për kohën, ishin të një arkitekture të thjeshtë, me një shpëndarje valvula shansore që i bënte ata më tolerant ndaj një rregullimi jo të përsosur dhe më të lehtë për t'u riparuar. Kokat e cilindrave ishin të çmontueshme për çdo cilindër, një detaj gjenial. Nëse digjej një guarnicion ose cahej një kokë cilindri, nuk duhej të çmontohej i gjithë motori, vetëm zëvendësohej njësia e dëmtuar. Kamionët ishin të mbindertuar. Boshtet, frenat, freksionet, gjithçka ishte ndërtuar për të duruar më shumë se sa ishte rreptësisht e nevojshme, duke parashikuar abuzimin konstant. Këta Pegaso filestar nuk kërkonin rekorde shpejtësie ose konsumi, kërkonin pavdekshmërinë. Dhe gjetën atë. Së shpejti, pjesa e tyre e përparme e rumbullakosur dhe emblema e tyre e kalit me krah u shndëruan në një imazh të pranishëm kudo në të gjitha veprat e rindërtimit kombëtar. Ishin ata që cuan qimenton dhe celikun për të ndërtuar diga si ajo e Jesas apo me Kujnencas. Ishin rimorkët e tyre që transportuan traret për furat e para të larta të industrisë së qelikut baske. Shasit e tyre ishin baza e autobusëve të parë që lidhen kryeqendrat e provincave me fshatrat e largëta. Ata u bën, fjalë për fjalë, shtylla kurrizore lëvizëse e Spanjës së viteve 50. Për transportuesit, njerëz të fortë dhe pragmatik, Pegaso fitoi diçka më të vlefshme se një titull në gazetë. Fitoi respektin dhe dashurinë e tyre. Një Pegaso tërhiqte çdo ngarkesë, ngjitej në çdo qaf mali i ngarkuar plot, dhe kur diçka prishej, ishte e mundur të rregullohej me disa çelësa, një çekan dhe pak genialitet. Nuk ishte një kamion i huaj, me pjesë të paarritshme dhe diagrame elektrike të pakuptueshme. Ishte Ioni. Linde kështu një mit praktik, prej balte dhe vaj, që i shtohej mitit të luksit dhe teknologjisë. Pegaso kishte arritur diçka unike, të ishte në të njëjtën kohë ëndra e paarritshme e makinës sportive parallore dhe shoku i besueshëm i punës i kamionistit të fshatit. Kishte vërtetuar se mund të fluturonte mes 102, dhe tani vërtetonte se mund të ecte me qëndrueshmëri mbi tokën më të ashpër. Por Pegaso nuk ishte i destinuar të ishte vetëm një hero lokal, sado e madhe të ishte arritja e tij shtëpiake. Kali me krah, pasi vërtetoi forcën dhe besueshmërinë e tij në rrugët e vështira të shtëpisë, ngriti shikimin. Shikoi drejt horizontit, përtej Pirenejve, përtej Atlantikut. Dhe në atë horizont gjeti një kontinent të tërë që, çuditërisht, i ngjante shumë. Një kontinent me distanca gjigante, me rrugë gjarpëruese, me klima ekstreme dhe me një nevojë të egër për transport të besueshëm dhe të thjeshtë. Amerika Latine nuk priste një kamion plot me elektronik, priste një kal betejë. Dhe Pegaso, që sapo kishte përfunduar së farktuari në kudhën e pasluftës spanjole, kishte çelikun e përsosur. Faza e ndërtimit të një vendi kishte përfunduar. Tani fillonte koha e pushtimit të madh. Pushtimi i Amerikës dhe maja e arte. Pegaso kishte zbutur peizazhin spanjol. Kamionët e tij kishin kaluar nga të qenit një rallësi në të qenit vet rrahja e zemrës së rrugëve, një tingull aq i njohur sa ai i këmbanave të kishës. Por një kompani që mban emrin e një kali mitologjik nuk mund të jetë e kënaqur duke kullotur vetëm në lëndinën e vet. Shikimi i drejtuesve të saj, ashtu si ai i eksploruesve të vjetër, u kthye drejt perëndimit, drejt horizontit të pamas dhe premtues që ofronte Amerika Latine. Atje nuk do të gjenin tregje të mbingopura, as konkurrent të vendosur. Do të gjenin diçka shumë më të vlefshme, një nevojë binjake. Amerika Latine, në ekspansion të plot të qyteteve dhe industrisë së saj, kishte nevojë për automjete të forta për rrugë që shpesh ishin pak më shumë se premtime në një hartë. Dhe Pegaso kishte nevojë të ngjitej, të rritej, të pushonte së qeni një fenomen lokal për t'u bërë një aktor global. Ky kapitull nuk është vetëm për eksportin e kamionëve, është për atë se si një makinë çeliku farktoi një perandori besimi përmes një oqeani, dhe se si, nga ajo maj lavdie, filluan të dalloheshin krisjet e para, të vogla dhe të pandallshme. Comet, kamioni që farktoi një perandori në Amerikën Latine. Zgjerimi ndërkombëtar kishte nevojë për një kal beteje, dhe Pegaso, me ndjenjen e tij të mprethë për mundësinë, diti ta gjente atë në një aleancë strategjike. Në fillim të viteve 60, vendosi një marrëveshje bashkëpunim me kompaninë britanike Leyland Motors.
Nga kjo martesë, interesi do të lindte automjeti që, më shumë se çdo tjetër, do të dhënte emrin e Pegazos në kujtesën kolektive të një kontinenti. Pegaso Comet. Comet nuk u projektua për të fituar konkurse elegancë, as për të thyer rekorde shpejtësie. U projektua me një inteligjencë pragmatike dhe të thellë. Suksesi i tij u bazua në 3 shtylla që ishin muzikë për veshët e çdo transportuesi latinoamerikan. Besueshmëri e palkundur, mirëmbajtje e thjeshtë dhe një përshtatshmëri pothuajse biologjike. Mekanikisht ishte një kryevepër e asaj që mund të parashikohej. Përdorte motor nafte të gamës Leyland me 6 cilindra, të famshëm për qëndrueshmërinë e tyre dhe çiftin motorik në rrotullime të ulta, ideal për të ngjitur në mallore të gjata i ngarkuar. Transmisioni, boshtet, frenat, gjithçka ishte zgjedhur dhe dimensionuar për të mbajtur ndëshkime që do të bënin të qante një kamion më delikat. Por gjenia e Cometit ishte në filozofinë e tij të projektimit. Gjithçka në të ishte arritshme. Filtrat e vajit dhe të karburantit ishin në vende ku një dorë njeriu mund t'i arrinte. Pompat e injektimit, ndonse komplekse, ishin njësi të njohura nga mekanikët e gjysmës së botës. Qarqet elektrike ishin spartane, pa sofistikime që do të prisheshin nga lagështja ose pluhuri. Nuk ishte vese të fshehura. Ishte një kamion transparent që lejonte të kuptohej dhe, gjëja më e rëndësishme, të riparohej me vegla bazë në një punishte rruge, në nhije në një peme. Ishte automjeti i përsosur për vende ku rrjeti i koncesionarëve ishte i pakët dhe ku një kamion i ndaluar për javë të tëra për një pjesë të pamundur mund të rënonte një sipërmarrës të vogël. Suksesi ishte i menjëhershëm dhe dërmues. Comet u bë mbreti i padiskutueshëm i rrugëve të Kolumbisë, duke tërhequr kafe nëpër vargmalet e Andeve. Në Argjentinë ishte kali i tërheqjes i Pampas, duke transportuar drithra dhe baxhëti përgjatë mijëra kilometrave rrugësh, donjëherë të pakalueshme. Në Peru dhe Kili, versionet e tij të autobusit ndërqytetas, Pegazot e famshëm me karroqeri Marco Polo ose Caio, bashkuan fshatrat e izoluar me kryeqytetet, duke fituar një famë legjendare për qëndrueshmërinë e tyre. Në Venezuelë, me bumin e saj të naftës, u bë kamioni i punës par excellence. Në Meksik, operoi në flota të transportit të ngarkesave të rënda, nga kufiri me Shtetet e Bashkuara deri në jug të vendit. Anekdotat e qëndrueshmërisë u bën legjenda urbane dhe pastaj thjesht konstatim statistiksh. Nuk ishte e rrallë të shija autobus urban Pegaso Comet në qytete si Lima ose Caracas me 25-30 vjet shërbim, duke pasur qarkulluar 7 ditë të javës, 16 orë në ditë. Ishin automjete që, fjalë për fjalë, vdistin nga pleqëria, jo nga tyerja. Fituan një dashuri populore gjigante. Ishin tanket që të gjithë i njihnin, në të cilët të gjithë kishin udhëtuar. Projekti më ambicioz, dhe që simbolizon më mirë nivelin e ambicies së arritur, ishte përpjekja për prodhim lokal në Venezuele. Në mes të viteve 70, u krijua një ndërmarrje përzierë për të prodhuar Comet në tokën venezueliane, me qëllim prodhimin e mijëra njësive në vit për të furnizuar gjithë tregun andin dhe karibian. Ishte ëndra e çdo prodhuesi, të kishte një platformë industriale të tij në zemër të tregut të tij më të madh të eksportit. Megjithatë, kjo ëndër u përplas brutalisht me realitetin e paqëndrueshmërisë politike dhe ndryshimeve të qeverisë. Mbështetjet e projektuara u zhdukën, financimi u ndërpre dhe projekti, pas investimeve gjigante, mbeti i braktisur, duke gjeneruar humbje miliona dollarësh për Enasa. Ishte një goditje shumë e rëndë, një paralajmërim i parë se suksesi tregtar mund të ishte i brisht kur vartej nga faktorë që u shpëtonin kontrollit të inxhinierëve të Barcelonës. Pavarësisht këtij pengese, gjurma ishte bërë. Pegaso nuk ishte më një markë spanjole, ishte një markë latinoamerikane. Kishte pushtuar një kontinent pa pasur nevojë për topa, vetëm me forcën e provuar të qelikut të tij. Dhe ndërsa perandoria e tij përtej detit lullzonte, në shtëpi, Kali me krah jetonte verën e tij më të gjatë dhe më të artë. Mosha e artë. Vitet 70 dhe dominimi i gadishujt. Nëse në Amerikan Latin Comet ishte mbreti, në Spanjën e viteve 70, Pegaso ishte diçka më shumë. Ishte oksigjeni i transportit. Tregu i brendshëm ishte feudi i tij absolut, një kopsht i rrethuar dhe i mbrojtur nga tarifat, ku konkurenca e huaj ishte simbolike, pothuajse egzotike. Pegaso e shfrytëzoi këtë situatë jo për të fjetur mbi dafina, por për të zgjeruar dhe konsoliduar një dominim pothuajse total. Gama e produkteve u zgjerua derisa mbuloi çdo nevojë të imagjinueshme mbi rrota. Për distancat e gjata, ishin modelet e fuqishme të serisë T, kamion të rënd me motor deri në 300 kuaj fuci.
Për shpërndarjen urbane dhe rajonale, serit M dhe S ofronin shasi të lehta dhe të mesme. Në sektorin e autobusit, Pegaso ishte sinonimi transportit publik. Pegaso Monotral, me karocerinë e tij me strukturë mbajtëse, u bë autobusi urban standard në vjetra qytete spanjolle. Pegaso Alhambra, një autobus ndërqytetas me linja moderne dhe i mukshëm, dominonte linjat e rregullta midis provincave. Gjithashtu kishte kamion zjarfikës, automjete për ushtrim, kokë tërheqëse për gjysmërimorkjo, dumper për punime. Ky dislokim ishte i mundur fal diçkaje që Pegaso kishte arritur të krijonte, një ekosistem industrial kombëtar. Nuk prodhonte vetëm kamion, prodhonte motor, koka kambio, boshte, kabina. Dhe rreth tij ishte rritur një rrjet prej qindra furnitorësh komponentësh, zhama, elektrik, goma, banka, që vareshin drejt për drejt nga porozit e tij. Pegaso ishte zemra e një klasteri industrial që u jepte punë vjetra mijëra familjeve. Roli i tij te kalonte atë tregtar, ishte një shtyl strategjike e shtetit. Shifrat flisnin vetë. Në kulmin e prodhimit të saj, në mes të viteve 70, Enasa prodhonte më shumë se 20.000 automjete në vit. Pjesa e saj e tregut në Spanjë kalonte gjerësisht 70% në kamion të rënd dhe ishte praktikisht 100% në autobus urban. Për transportuesin spanjoll, të zgjidhte nuk ishte e vështirë. Një Pegaso do të thoshte akses në pjesë këmbimi në çdo fshat, një njohuri mekanike të ndarë nga të gjitha punishtet dhe një vlerë rishitjeje të qëndrueshme. Pegaso ishte marka e të gjithve. Nga kamionisti autonom që me mjetin e tij të vetëm mbante familjen e tij, deri te flotat e mëdha shtetërore, si ajo e kompania Telefonica ose Renfe, të gjithë besonin te Kali me krah. Fabrika e zona Franca të Barcelonës dhe fabrikat e tjera në Madrid dhe Valladolid punonin me kapacitet të plot. Bota ishte e qëndrueshme, e ardhmja dukej si një zgjatim linear i së tashmes. Por në tetor të vitit 1973, mijëra kilometra larg Barcelonës, një ngjarje gjeopolitike do të ndiste fitilin që do të përfundonte me moshën e ardhë. Stuhja e përsosur, kriza e naftës dhe krisjet e para. Kriza e naftës e vitit 1973 ishte një tërmet, valët sismike të cilit arritën në çdo kënd të ekonomisë globale. Vendet arabe të OPEP-it dekretuan një embargo dhe katërfishuan çmimin e naftës bruto. Nga një ditë në tjetrën, karburanti, gjaku i transportit, u bë një luks. Për sektorin e transportit rrugor ishte një goditje direkte në zemër. Kostot operative u rritën në qiell. Shumë transportues të vegjël falimentuan. Ata që mbijetuan, ndaluan menjëherë çdo synim për të rinovuar ose zgjeruar flotat e tyre. Kërkesa për kamion të rinj, që deri atëherë kishte qenë një linjë rritëse, u shemb. Për Pegason, ku ishte fillimi i fundit të pafajësisë. Kriza zbuloi me një mizori kirurgjikale, dobësitë e saj strukturore të thella. Duke qenë një ndërmarrje shtetërore, objektivat e saj nuk ishin thjesht tregtar. Kishte një detyrim për të mbajtur punësimin dhe prodhimin kombëtar. Kjo përkthehej në një fuci punëtore gjigante, me kosto fikse shumë të larta, paga, pensione, mirëmbajtje fabrikash gjigante, dhe një strukturë menaxhimi të rëndë, të ngadalt, pak të shkathët për të reaguar ndaj ndryshimeve të tregut. Kur erdhën kohët e vështira, Pegaso nuk mundi të rregullonte madhësinë e saj me shpejtësinë e nevojshme. Vazhduan të prodhonin kamion me një ritëm që tregu nuk mund ta thithte më, duke grumbulluar stoke të pashitshme. Numrat e kuq u shfaqën në llogaritë e Enasas për herë të parë në mënyrë serioze dhe të vazhdueshme. Kompania, e mësuar të operonte në një mjedis të mbrojtur dhe të qëndrueshëm, nuk ishte e projektuar për kursim as për konkurrencë të egër. Thembra e saj e Akilit, deri atëherë e fshehur nga suksesi, mbeti e zbuluar. Varësia totale nga një treg i mbrojtur. Ishte rritur e fortë, por në një serë. Nuk ishte zhvilluar muskujt e nevojshëm, inovacion radikal, efikasitet ekstrem, marketing agresiv, menaxhim financiar modern, për të mbijetuar në një xhungël të hapur. Kolosi fillonte të lëkundej. Themelet e tij, prej betoni politik dhe nevoje kombëtare, po kriseshin nën presionin e një realiteti të ri ekonomik. Pegaso ishte e plagosur, duke gjakosur nga plaga e rentabilitetit. Por ende ishte e fortë, ende gëzonte dashurinë e një vendi dhe një perandori në Amerikë. Megjithatë, bota rreth saj fillonte të ndryshonte me një shpejtësi maramëndse, për të cilën koraca e saj e rëndë nuk ishte e përgatitur.
Muret doganore, që për dekada kishin mbrojtur mbretërinë e saj në Gadishullin Iberik, fillonin të shqyeshin para presionit të një ideje të re, integrimit evropian. Ve në anën tjetër të atyre mureve, në pritje, kishte gjigant të rinj. Gjigant si Mercedes-Benz, Volvo, Scania, MAN dhe Iveco, që prej vitesh bënin lufta tregtare në tregje të hapura, duke përsosur produktet e tyre, rrjetet e tyre të shërbimit dhe financat e tyre. Ishin më të shkathët, më të kapitalizuar dhe të uritur për teritore të reja. Për ta, Spanja ishte kufiri i fundit për të pushtuar. Vrumbullima e motorëve të tyre, më efikas dhe modern, dëgjoi tashmë në distancë. Beteja për mbijetesën e kalit me krah, beteja e vërtet, sapo kishte filluar. Rënja e kalit me krah. Vitet të 10 nisën në Spanjë me një murburim të re në sfond, të ndryshme nga ajo e motorëve Pegaso. Ishte murburima e vinçave që ngrinin ndërtesa të reja, gumzime e kompjuterëve në zyra të reja, përshprima e një të ardhme të quajtur Evropë. Pas vdekjes së Francos në vitin 1975 dhe kalimit në demokraci, vendi u angazhua në një transformim politik dhe ekonomik pa precedent. Një nga gurët e tij të themelit ishte integrimi në Bashkësinë Ekonomike Evropiane, një proces që nënkuptonte ndër të tjera çmontimin e barierave doganore që për dekada kishin mbrojtur industrinë kombëtare. Për Pegason, ajo vrumbullime largët që dëgjoi përtej Pirenejve, u shtërua papritmas në një zhurmë shurdhuese në dyert e kopshtit të saj. Koha e pafajësisë, e komoditetit, kishte përfunduar. Tani fillonte një garë e dëshpëruar jo për udhëheqjen, por për mbijetesën e thjeshtë. Vitet 80. Kërkimi i dëshpëruar për një aleat. Hapja e tregut spanjol ishte si hapja e portave të një dige. Një rrym markash europiane, të etura dhe të përgatitura, përmbuti rrugët që për aq shumë kohë kishin qenë territori Pegasos. Mercedes-Benz erdhi me aurën e tij të cilësisë së pavdekshme dhe rrjetin e tij të shërbimit të përsosur. Volvo dhe Scania zbarkuan me famën e tyre të qëndrueshmërisë nordike dhe kabina që ishin pallate përballë interierëve spartan spanjoll. MAN dhe DAF ofronin teknologji moderne dhe efikasitet. Dhe Iveco, konsorciumi italian i lindur nga Fiat, Om, Lancia dhe Uniq, erdhi me një agresivitet tregtar të egër. Këta nuk ishin konkurrent, ishin grabitçar të një ekosistemi të ri për ta. Ofronin atë që tregu spanjoll, gjithnjë më kërkues dhe i ekspozuar ndaj risive, fillonte të kërkonte. Komoditet për shoferin, motor më efikas në konsum, më pak mirëmbajtje dhe një imazh moderniteti. Pegaso, e dobësuar nga humbjet e grumbulluara pas krizës së naftës dhe mbërthyer nga struktura e saj e ngurtë shtetërore, u gjend papritur në inferioritet teknologjik, tregtar dhe financiar. Reagimi i saj ishte i kuptueshëm, por i dëshpëruar. Të kërkonte një partner teknologjik të fortë që t'i siguronte, me një goditje, atë që rivalëve të saj u kishte marrë vite ta zhvillonin. Kështu, filloi një rrugtim aleancash të dështuara që ngjante me një tragjikomedi. Së pari ishte International Harvester amerikane, në fund të viteve 70. Bashkëpunimi dha disa fruta, si motori V8 nafte, që do të pajiste disa modele, por veti i haj ishte në probleme të rënda në shtëpinë e saj, dhe aleanca u shpër pa pasur dhënë një zgjidhje strukturore. Pastaj, erdhi flirimi me MAN në fillim të viteve 80. Arriti të prodhohej një model i përbashkët, Pegaso 108, në thelb një MAN, me kalin me krah në maskarinë. Por bashkëpunimi ishte sipërfaqësor. MAN nuk ishte i gatshëm të lëshonte teknologjinë e tij më të avancuar të një konkurrent potencial në të njëjtin treg zgjerimi. Aleanca u prish. Pastaj erdhi Volkswagen me idenë për të hyrë në segmentin e kamionëve të rëndë. Nga atu doli projekti i Pegaso Volkswagen, i cili nuk arriti kurrë të konkretizohej në një produkt bindës. Së fundi, në mes të viteve 80, u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi me DAF. Kjo ishte ndoshta më seriozja, dhe nga ajo do të linte një pjesë e rëndësishme e teknologjisë për kamionin, tek i cili Pegaso do të vendoste shpresat e saj të fundit. Por përsëri, ishte një zgjidhje pjesshme. Problemi i themelitit të gjitha këtyre aleancave ishte se ishin arnime të përkohshme. Pegaso nuk kishte nevojë për një motor apo një kambio të huazuar. Kishte nevojë për një injeksion masiv kapitali për një modernizim industrial integral. Kishte nevojë të riprojektonte të gjithë gamën e saj nga zeroja, të ndërtonte kabina të reja modulare me nivele të larta komoditeti dhe sigurie, të zhvillonte motor modern me injeksion direkt dhe turbo me gjeometri të ndryshueshme, dhe të automatizonte fabrikat e saj, të vjetruara dhe pak produktive.
Kjo kushtonte miliarda peseta që shteti, tashmë në mes të riorganizimit industrial dhe me prioritetet të tjera, nuk ishte i gatshëm të injektonte në një kompani kronikisht me humbje. Çdo aleancë ishte një përpjekje për të mbyllur një vrim në trupin e një anijeje që po mbëtej nga të gjitha anët. Ndërsa Pegaso negocionte ve rinegocionte, rivalet e saj nuk prisnin. Ndërtonin koncesionar, formonin rrjete shërbimi dhe merrnin një nga një klientët e saj historik. Flotat e mëdha, kompanitë e transportit më moderne, administratat publike që nuk ishin më pse të blinin kombëtare me dekret. Tregu spanjol nuk ishte më një feud, ishte një fush beteje dhe Pegaso po e humbiste luftën në tokën e saj. Por në mes të kësaj tërheqjeje, në tunelet e departamentit të saj të kërkim zhvillimit, një grup inxhinierësh besnik ndaj shpirtit të Ricard përgatiste një lëvizje të fundit dhe mahnitëse. Shkelqimi i fundit i gjenialitetit. Pegaso. Troner dhe fitoria në Dakar. Në fund të viteve 80, kur fundi fillonte të dallohej tashmë në raportet ekonomike, Pegaso bëri një përpjekje titanike për të sjellë në jetë një kamion që mund të konkuronte barabar me më të mirë të Evropës. Si frut në pjesë të madhe i teknologjisë së marrë nga bashkëpunimi me DAF dhe i kokëfortësisë së inxhinierëve të saj, lindi në vitin 1987 Pegaso Troner. Ky kamion nuk ishte një evolucion, ishte një revolucion brenda katalogut të Pegasos. Më në fund, këtu ishte një automjet modern. Troner kishte një kabin modulare të gjerë, me një interier që mund të barazohej në komoditet, ajri kondicionuar, krevate, izolim akustik, me ata të rivalve të tij skandinav. Linjat e tij ishin këndore, aerodinamike, lart dizajni tradicional dhe të rrumbullakosur të kometeve. Nëm kapot, ofronte motor të gjeneratës së fundit, me fuci që shkallëzoheshin deri në 400 kuaj fuci dhe kambio të sinkronizuara deri në 6 mbëvjet shpejtësi. Ishte, padyshim, kamioni më i avancuar që kishte dalë ndonjëherë nga fabrikat e Enasas. Një kamion për të cilin çdo markë evropiane do të ishte ndjerë krenare. Ishte trashëgjimtari denjë shpirtit të Z102, të vërtetonte, kundër çdo rrethane, se inxhinieria spanjolle mund të arrinte kulmin. Dhe për t'ia vërtetuar botës, Pegaso ju drejtua të njëjtit sken që përdorin të mëdhenjt për të konfirmuar teknologjinë e tyre në kushte ekstreme, konkurrimit. Një ekip garazh përgatiti disa troner për të marrë pjesë në Rally Dakar, prova e qëndrueshmërisë më e vështirë e planetit, ku kamionët përballen me duna, gur, nxehtësi ekstreme dhe mijëra kilometra torturë mekanike. Dhe kundër çdo parashikimi, në vitin 1992, një Pegaso Troner i drejtuar nga ekipi spanjoll Perlini kaloi vijen e mbërritjes në Dakar si fitues absolut në kategorinë e kamionëve. Ishte një arritje monumentale. Imazet e Tronerit, imbuluar me pluhur dhe lavdi, me kalin me krah në kapot, bën xhiron e botës. Ishte fitoria e ëndërruar, konfirmimi teknik suprem. Por këtu qëndron paradoksi tragjik më mizor i të gjithë historisë së Pegasos. Triumfi në Dakar, momenti i lavdis maksimale sportive dhe i vërtetimit inxhinierik, ndodhi kur kompania që e prodhonte ishte në terapi intensiv financiare, me respiratorin artificial të ndihmave shtetërore dhe në prag të privatizimit. Bota festonte kampionin, duke injoruar se kampioni ishte gati të dëbohej. Troner u zhdërua në metaforën e përsosur të fatit të Pegasos, teknikisht gjenial, tregtarisht i vonuar. Arriti në treg kur beteja tregtare ishte pothuajse e humbur, kur rjeti i shitjeve po shpërbëhej dhe kur imazi i markës tashmë lidhej më shumë me të kaluarën se sa me të ardhmen. Transportuesit e admironin Tronerin, por në momentin e nënshkrimit të çekut, shumë zgjidhnin sigurinë e një marke me të ardhme, një Mercedes ose një Volvo. Troner ishte një far ekselence që ndriçoi me dritë verbuese butjen e pashmangshme. Ishte vrumbullima e fundit dhe më e bukur e kalit me krah para se të shallëzohej nga një zot tjetër. 1990. Privatizimi dhe lamtumira, kalit me krah. Situata ishte e papërballueshme. Humbjet e Enasas ishin zhdëruar në një vrim të zezë për arkën publike. Qeveria e Felipe González, e zhytur në një politik modernizimi dhe rregullimi ekonomik, mori vendimin që pritej prej vitesh. Pegaso duhej të privatizohej. Nuk ishte alternativë. Shteti nuk mundej më, as nuk donte,
të vazhdonte subvencionimin e një kompanie që nuk ishte e qëndrueshme në një treg të hapur. Procesi i shitjes filloi, dhe ishte një spektakel i hidhur, pothuajse poshtërues, për atë që dikur ishte krenaria kombëtare. Disa gigantu interesuan. MAN gjermane pa mundësinë për të hyrë direkt në tregun spanjoll me fabrika të veta. Mercedes-Benz gjithashtu vlerësoi blerjen, e tunduar nga infrastruktura prodhuese. Por fituese e tenderit ishte Iveco, divizioni i kamionëve të grupit italian Fiat. Marrëveshja u mbyll në vitin 1990. Çmimi zyrtar ishte rreth 60 miliard peseta, një shifër që, në kontekstin e një transaksioni të kësaj madhësie, ishte pothuajse simbolike. Ajo që paguhej realisht nuk ishte për markën Pegaso. Paguhej për fabrikat e Madridit, Barcelonës dhe Valladolidit, për makinerit, për portofolin e porosive dhe mbi të gjitha, për mjera punëtorët e kualifikuar dhe për një pjesë tregu që, ndonse në rënje, ende ishte e rëndësishme. Kali me krah, si aset tregtar, vlente shumë pak. Ajo që pasoi ishte një agonie ngadaltë dhe metodike. Iveco veproi me logjikën e ftohtë të një multinacionale. Nuk ishte nevojë për dy marka që konkuronin me njëra tjetrën në të njëjtin treg. Në fillim, mbajti një farë vazhdimësie. Modelet më moderne, si vetë Troner dhe furgoni Ecus, vazhduan të prodhoheshin për disa vite, ndonjëherë me logon e dyfisht, Pegaso dhe Iveco. Por investimi dhe zhvillimi u përqendruan te modelet e markës italiane. Pak nga pak, emri Pegaso filloi të zhdukej nga katalogët, nga reklamat, nga koncesionarët. Logoja e kalit me krah filloi të fshihej nga fasadat, e zëvendësuar nga e kuqja e Ivecos. Deri në vitin 1993, pothuajse nuk tregtoheshin mjete të reja me markën Pegaso. Deri në mesin e dekadës, heshtja ishte absolute. Marka ishte përthithur, tretur dhe përfundimisht shuar. Fabrikat vazhduan prodhimin, por tani prodhonin Iveco Eurocargo, Iveco Eurotech, Iveco Eurostar. Pegaso i fundit kishte dalë jashtë linjës së montimit. Miti kishte gjetur fundin e tij toksor në një vendim të kontabilitetit korporativ. Shpërberja numerike e një miti. Historitë epike kanë nevojë për numra për të kuptuar madhësinë e tragjedisë. Rënia e Pegasos nuk ishte një fikje e papritur, por një gjakverdhje e ngadaltë e matshme në grafik me tendencë të pakthyeshme. Në kulmin e saj, në mesin e viteve 70, NASA montonte më shumë se 20.000 automjete në vit, me një pjesë tregu në Spanjë që i afrohej 80% në kamion të rëndë. Ishte një monopol i virtuosëm. Hyrja në Bashkësinë Ekonomike Evropiane në vitin 1986 veproi si acid mbi ato shifra. Në vetëm 5 vjet, deri në vitin 1991, prodhimi ishte shembur në pak më shumë se 5.000 njësi. Pjesa e saj e tregut në segmentin e rënd u avullua, duke rënë në 30% dhe pastaj në 20%, e glabruar nga orteku i importeve. Financat tregonin të njëjtën histori në të kuqe. Humjet e grumbulluara gjatë dekadës së viteve 80 kalluan 100 miliard pesetat e asaj kohe, një hemorragje e vazhdueshme që shteti nuk mundi dhe nuk deshi të vazhdonte ta mbulonte. Në momentin e privatizimit në vitin 1990, vlera kontabële e kompanisë ishte negative. Çmimi simbolik i paguar nga Iveco konfirmoi se aseti kryesor ishin fabrikat dhe punëtorët, jo marka. Deri në vitin 1994, statistikat zyrtare të sektorit nuk kishin më një kolon për Pegaso. Pjesa e saj e tregut regjistrohej si 0%. Të dhënat e fundit, më të ftohtat dhe përfundimtare, ishin heshtja statistikore. Kali me krah ishte zhdukur jo vetëm nga rrugët, por edhe nga raportet vjetore të industrisë, i tretur në kategorinë të tjerë dhe pastaj në hiq. Numrat, në fund, shkruan pikën e fundit që nostalgjia refuzonte ta vizatonte. Atëherë, çfarë ndodhi realisht markës së kamionëve Pegaso? Përgjigjja e lehtë do të ishte të thoshim se e bleu Iveco, por kjo është vetëm rrjedhoja administrative. Përgjigjja e thellë është se Pegaso vdiq nga një ndryshim epoke. Historia e saj është kronika e një përplasje ballore midis dy botëve të papajtueshme. Lindi dhe u rrit në një botë ekonomisht kombëtare të mbrojtura, ku shteti ishte klient, mbrojtës dhe padron. Triumfoi në një botë inxhinierie heroike, ku një njeri si Ricard mund të ndëronte për super makina sportive për të vërtetuar vlerën e një kombi, dhe ku qëndrueshmëria me goditje çekani ishte virtuti suprem.
Por bota u kthie drejt globalizimit të egër, drejt ekonomive të shkallës, ku ajo që vlen nuk është krenaria kombëtare, por pjesa e tregut global, efikasiteti ekstrem dhe standardizimi i platformave. U kthie drejt epokës së multinacionalas, të shkathët, të pamshirshme dhe me muskuj financiar të pakufizuar. Pegaso nuk vdiq nga prodhimi i kamionëve të këqij. Vdiq sepse bota për të cilën u projektua pushoi se ekzistuari. Ishte një anije me vela madhështore, e ndërtuar për të lundruar në dete të kontrolluara, që papritmas u gjend në mes të një oqeani të mbushur me anije të blinduara me motor. Trashëgimia e saj, për këtë arsye, është e dyfisht. Nga njëra anë, është krenaria e përjetshme për të pasur vërtetuar se mundej, për të pasur fituar Dakarin, për të pasur bërë një vend të ndëronte me kuaj me krah prej qeliku. Nga ana tjetër, është mësimi më i ashpër, se në industri, nostalgjia nuk është një model biznesi. Seve duke fluturuar shumë lart, nuk mund të shpëtosh erave ndryshuese të historisë, ekonomisë dhe politikës. Kalim me krah, në fund, nuk mundi t'i shpëtonte rëndësisë së kohëve të reja. Për ty, çfarë përfaqëson Pegaso? Simbolin e një inxhinierie me shpirt, të kohës kur makinat kishin një emër dhe një histori, apo shembullin më të qartë të asaj që ndodh atij që nuk përshtatet në kohë me rregullat e pamshirshme të tregut global? A mbani mend të keni parë ndonjë Pegaso në rrugë, ndoshta në fëmijërinë tuaj, apo keni ndonjë anekdotë familjare ose pune me këtë kamion? A e ka drejtuar një të tillë babai apo gjyshi juaj? Na e tregoni në komente.